Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi tha sot se do t'jap dorëheqje nëse nuk ndryshohet kodi i ri penal i Kosovës, i cili sipas shoqatave të gazetarëve i bën ata përgjegjës për vepra penale dhe detyron të zbulojnë burimet e tyre. Ai u bashkua shoqatave të gazetarëve dhe organizatave ndërkombëtare që kërkuan nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga që të mos e nënshkruaj kodin penal që sipas tyre dëmton lirinë e fjalës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Thirrjeve drejtuar presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që të mos e nënshkruaj dhe të rikthejë në parlament kodin e ri penal të Kosovës që përfshin dy nene të diskutueshme që kanë bënë me mediat, u është bashkuar sot edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi. Duke komentuar shqetësimet rreth kodit të ri dhe reagimet e shumta që kanë nxitur miratimi i tij në parlamentin e Kosovës me 20 prill, zoti Kuçi që një herësh është edhe ministri i drejtësisë, tha se do t'jap dorëheqje nëse kodi nuk ndryshohet. Ai përsëriti sot kundërshtimin e tij ndaj këtyre neneve duke nënvizuar se rendi i ligji, mediat e lira dhe shoqëria civile janë matësit e zhvillimit demokratik të një vendi. Unë po e them shumë publikisht dhe atë ditë kur unë kam nënshkruar me heshtjen e 37 dhe 38 kam menduar, unë po kërkoj nga presidentja e Republikës Kosovës që t'i kthej këto dy nene në kuvendin e Kosovës. Ajo ka mandatin e saj kushtetues, nëse nuk e bën një gjë të tillë, unë po e premtoj publikisht që si ministri i drejtësisë do ta mandamentoj kodin prap, do ta dërgoj prap në kuvend duke hequr ato dy nene. Dhe po ashtu po them shumë publikisht, nëse ato dy nene hyjnë në fuqi, me 1 janar, unë me 1 janar do t'jap dorëheqjen nga pozita e ministrit. Ndërkaq kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës Arben Ahmeti tha në një bisedë për Zërin e Amerikës se ky qëndrim është i mirëseardhur, por i vonuar edhe pasoi protestat e qëndrimin e përbashkët e mediave kundër këtij kodi, i cili siç thot ai fundos lirinë e shtypit. Ajo që e ka bërë sot zëvendës kryeministri fatkeqësisht është e vonuar, për shkak se ai ka pasur mundësinë si sponsorues i ligjit që fare të mos i dërgoj këto dy nene në përbërjen e kodit. E pastaj edhe kur i ka dërguar, ka mundur që të përdor forcën e tij si nënkryetari i partisë më të madhe në vend, si zëvendës kryeministri i një koalicioni i cili po e udhëheq vendin, për të ndryshuar, për të amenduar. Por tash kur vetëm është faktorizuar çështja, vetëm kur realisht ka mbështetje të jashtëzakonshme, unifikim të jashtëzakonshëm të komunitetit gazetarëve dhe dihet që ligji do të ndryshojë, kemi edhe këtë deklaratë të zëvendës kryeministrit, e cila megjithatë është e mirëseardhur. Kundër kodit të ri penal kanë reaguar edhe organizatat ndërkombëtare për mbrojtjen e gazetarëve. Organizata Reporterët pa kufi, ajo për mediat e Evropës Juglindore të tjerë kanë vlerësuar se nenet e diskutueshme kanë për qëllim heshtjen e atij lloji të gazetarisë dhe raportimit hulumtues që bën qeverinë të mos ndihet rehat. Edhe gazetarët vendas, por edhe organizatat ndërkombëtare tërheqin vërejtjen se nenet e reja nuk e përcaktojnë qartësisht se cilat janë veprat penale që mund të kryen me anë të medjave dhe kjo u lë mundësinë gjykatësve e prokurorëve të interpretojnë kodin sipas vullnetit të tyre. Në nenin 38 të kodit penal i tillë çfarë është miratuar, thuhet se gazetarët do të jenë penalisht përgjegjës në rastet kur refuzojnë të zbulojnë burimet e tyre për të parandaluar një sulm që përmban rrezik të pashmangshëm ndaj jetës apo integritetit personal. Sipas gazetarëve, zbatimi i tij rrezikon gazetarinë hulumtuese, e cila edhe ashtu është e kufizuar në Kosovë. Zoti Ahmeti është i bindur se kodi do të kthehet në rishqyrtim. Kodi do të kthehet sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe nëse mbet aty, ka një unitet të jashtëzakonshëm të mediave që të mos e respektojnë, të mos bien prej kërcënimeve me burg, dhe çka është më interesante, ka një disponim të jashtëzakonshëm që të ketë bojkot të pakufishëm të institucioneve të cilat e vendosen këtë kod me këto dy nene. Mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë ende nuk e kanë komentuar kodin, siç është në pritje të veprimeve të institucioneve vendase, posaçërisht presidentes së vendit, e cila duhet të vendosë për të ardhmen e tij. Në presidencën e Kosovës thonë se ende nuk e kanë marrë kodin nga parlamenti, ndërsa shoqatat e gazetarëve janë të bindura se presidentja nuk do ta nënshkruajë atë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.